3 ditë përpara zgjedhjeve të 11 majit, kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani zbarkoi në Shkodër bashkë me ekipin e tij. Kreu i Task Forces për krime zgjedhore mbërriti në kryeqendrën e Veriut rreth orës 9 dhe qëndroi për rreth 3 orë në prokurorinë e qytetit verior. Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Policia e Shkodrës kanë kryer gjatë 24 orëve të fundit kontrolle dhe veprime hetimore në Malësi të Madhe, në Barbullush, në Bushat dhe Mjet, në kuadër të parandalimit të krimeve zgjedhore. Burimet bëjnë me dije se bëhet fjalë për procedimet penale që janë regjistruar nga SPAK për krime zgjedhore në Shkodër. Agentët e BKH po mbështeten në terren nga oficerë dhe patrulla të bluve, ndërsa ka patur edhe të shoqëruar në polici shtetas që janë kapur në shkeljet e ligjit. Ndërkohë, kreu i prokurorisë së posaçme, sipas burimeve gjatë mbledhjes me dyert të mbyllura, ka vendosur theksin tek zbulimi i krimeve zgjedhore. Altin Dumani deklaroi kreu të prokurorisë së Shkodrës Albert Murçaj dhe ekipit të tij se SPAK ka procedime konkrete lidhur me krimet zgjedhore dhe se pritshmëritë janë të mëdha. Dumani ka kërkuar që në rastet kur ka akuza apo deklarata publike për shitblerje vote, personat që i bëjnë këto akuza të thirren për të bërë kallëzim në polici dhe prokurori dhe të mos neglizhohet asnjë rast. Nga ana e policisë dhe prokurorisë është kërkuar vigjilencë maksimale lidhur me krimet zgjedhore në këto ditë të fundit të fushatës dhe ditën e zgjedhjeve. Ndërsa ka vlerësuar punën e policisë dhe prokurorisë, Dumani ka shprehur gatishmëri për bashkëpunim me gjitha strukturat ligjzbatuese. Mbërritja e kreut të SPAK në Shkodër vjen pas regjistrimit procedimeve penale për krime zgjedhore, ku sipas të dhënave të bëra nga prokuroria e posaçme janë në administrim 123 denoncime, 35 prej tyre janë regjistruar si procedime penale. Për një studim materiale SPAK ka vendosur të mos fillojë hetim. 16 të tjera janë dërguar për kompetencë në prokuroritë e rretheve, ndërsa 10 materiale janë dërguar për verifikime shtesë në drejtoritë e policisë, si dhe një rast i është bashkuar një çështjes ekzistuese. Veprat penale që po heton SPAK janë korrupsioni aktiv dhe pasiv në zgjedhje, përdorimi i funksionit publik për qëllime politike dhe shpërdorimi i detyrës. Prokuroria posaçme bën të ditur dhe indicien që kanë patur krime zgjedhore që dyshohet se janë kryer. 20 raste janë iniciuar nga policia e shtetit, 8 janë nisur kryesisht nga SPAK, 3 nga qytetarët, 2 nga prokuroritë e rretheve dhe 2 nga kallëzimet partive politike.